Dhe kushdo qoftë ai artist, sa do i talentuar, sa do i madh që tjetë nga emri dhe nga mosha, nuk mund tjetë as i diçka, në qoftë se nuk është i përqafuar nga dashuria e domosdoshme dhe shoqërueshme gjatë gjithë karrierës artistike nga publiku, i cili të tregon se je i madh, je i vogël, bën apo nuk bën. Cili është misioni juaj, zoti Agron? A ka ndonjë cakt të veçantë? Misioni im është që të shkelim Marsin. Misioni im është që brenda këtij talenti që më ka dhënë Zoti, të cilin e ushqej dhe pasuroj vetë, njëkohësisht dhe me përkushtimin e gjithë kolegëve dhe partnerëve të mi, të jem një misionar i përjetshëm i shpirtit të popullit tim. Të popullit tim që në qoftë se ka qenë një popull i ndarë dhe i cunguar se kështu na ka prur historia, por sot jam më i motivuar sepse rrethohem nga 7 milion afro dhe kjo është një pasuri e madhe, të cilën nuk ka kufi që mund të na largojë, mund të na heqë. Për nga trimëria ne kemi shumë qashmëri. Kosova, Shqipëria. Nuk e di se nuk i fusim dot që të gjithë me fjalë, po unë vetë jemi fis trimash. Me çfarë mund të na dokumentosh këtë? E dokumentoj, njeriu i pari i fisit ton, Llakaj, ka qenë shoku ngushtë i Skënderbeut. Luftonin të dy siç jemi ne të dy, po më afër, se i kishin kuajt afër. Skënderbeu nëse e di kishte një shpatë të madhe të rënd 2 metra dhe priste koka turqit po i lodhej dora. E i thoshte këtij njeriu ton, mbajnë çik shpatën, po ky kishte shpatën e vet në krahun e majt. Merrte shpatën Skënderbeut edhe priste. Në darkë kur uleshin që të hanin darkën, se Skënderbeu ka ngrënë darkë. Le ça thonë që më ka mbajtur dietë. Ashtu, ë? Po. Edhe numëronin sa koka turqish kishin prerë. Kishin prerë 1000 koka turqish. Edhe thoshte Skënderbeu atyre llogaritarit, shno 900 kokë i kanë prerë unë, 100 i ka prerë ky Llakaj. Ti ndanin. Këtu një herë, 2 herë u prek ky i pari fiziton, i tha Skënderbeu 1 minutë. Pa s'ka tani, si ke prerë ti tha. Si ke prerë ti tha 900 kokë, tha. 600 kokë, unë 400 ti. Unë zeu zu me Skënderbeun edhe shkaku i sherrit, që ata janë ndarë me Skënderbeun ka qenë se flitej për doganën e Morinës, kush do bëjë drejtor. Ne donte ky joni, ky ka qenë me fjalë. Kjo është një proces e primërie. Në fisin tim, në gjithë historinë e fisit tim, që nga lufta me turqit, nga lufta me grekët, nga lufta me italianët, nga lufta me gjermanët, janë 60 trima të shkruar në librin e historisë të familjes time. 60 trima asnjë dëshmor. Pse? Përse nuk? Po nuk vriteshin. Nuk vriteshin. Sepse nga këta 60, 55 janë shpallur në vite të ndryshme kampion kombëtar të 100 metrëshit, 200 metrëshit, 400 metrëshit. Biles i vetmi është gjyshi im, Temja, që kam nxjerrur si personazh portokalli Gjatë Temja. Ka qenë kampion kombëtar me pengesa, në garë me pengesa. E pengoni shokët, ai ngrihej dhe ikte. Sa fillonte lufta, bo dhe ik. Po kjo është trimëri. Se trimëri nuk është të vritë, është trimëri është të mbetesh gjallë. Edhe Biles thuaj që babaj më ka lindur për shkak të luftës me Rusin. Pse? Në 60-ën ne u prishëm me rusët, me undam me Rusin, dhe bëj atëre çdo fëmijë, çdo mashkull në moshën 16 vjeç e lart ishte në llogore. Dhe s'kishte shqiptar në ato momente që të guxonte të bënte seks. Dhe ka qenë nga të paktët shqiptar babai im që guxoi. Që në një dorë armën dhe linda unë. Edhe, kur linda unë, baba e tha, të na marri të keqen në ndecën 105. Se doli ky aeroplani. Shqipër jo vendi mirë, të kam në me kebir, sepse ne... Po, ku ka si ty më Shqipëria ime,
T'i futja për një gur, rjedh në këngë ligjërime, faqe bardha në flamur. Shumë faleminderit për prezencën tuaj, zotëri Agron Llakaj. Faleminderit. 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 Dhe ju vazhdoni të jeni gjithmonë me ne, sepse do bëhemi milio. Zoti Agron, mirë brama dhe mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, dhe edhe pse show juaj transmetohet në një orë relativisht në mbrëmje, 8-9 mos gabohem, kur me patjetër në investimet televizive prodhohen emisione të ulin adrenalinën, kurse ju i jepni adrenalinë publikut kosovar, gjithandej. Në këtë publik të të... Sot kam kënaqësinë që moderoj një show quiz, i cili është mbar shqiptar dhe unë e quaj show quiz është një show i një Shqipërie natyrale, sepse në të njëjtën orë ndiqet në Prishtinë, në të njëjtën orë në Tiranë dhe në të njëjtën orë ndiqet edhe në Shkup. Ju realitetu përgjigjet në pyetjen që unë pikërisht doja tua bëja që në fillim. Unë i di pyetjet tuaja, Naime, dhe prandaj përgjigjem para dhënie. Prandaj. Ja, unë është sigur tani që ju do më thoni si ju pritën në Prishtinë. Si ke pyetjen? Si ju pritën në Prishtinë? Ju njohin, ju duan. E shikon apo jo, pyetje. Ju njohin, ju njohin. Po shumë më njohin, shumë biles kam ndruar gjaketën se ma grisën. Eca ishte bërë bukur sheshi nga Hotel Grand Prishtina. Sheshi Nën Tereza. Po, shumë i bukur, kisha një kënaqësi të madhe dhe ishte një grup studentësh të rinj, 5-6 veta, më pa në një moment edhe tha, ka mundsi një minutë, thash unë, një fotografi të lutem, pa tjetër, i thash në vajta vura në mes. Jo, tha, me na qit ti neve, tha. Çfarë ju motivon të gdhiheni në mëngjes? Unë mendoj se nuk ka motivacion për asnjë njeri që të gdhihet në mëngjes. Në momentin që kemi ardhur në jetë, ne duam jetën. Dhe gdhihemi gjithmonë për një motiv të ri, për një motiv pozitiv, për një arritje të re. Mbi të gjitha, për të parë mbase disa njerëz më shumë të lumtur. Sikur se shikoj unë, disa fytyra të qeshura, të lumtura dhe mbi të gjitha të lira. Në qoftë se të them se sot në mëngjes jam gdhir me një motivim që do udhtoja prej 5 orësh të vija në Prishtinë, jo thjesht tek një publik, se publiku nuk është i juaj apo i imi, është i publik i të gjithëve neve,